Policia kufitare ka blokuar një mjet lundrues dhe ka ndëshkuar drejtuesin e tij me masë administrative 500.000 lekë të rinj pasi shkeli perimetrin e sigurisë, duke rrezikuar jetën e pushuesve. Shërbimet e policisë kufitare kanë intensifikuar kontrollet dhe patrullimet përgjatë vijës bregdetare, me qëllim garantimin e sigurisë së pushuesve dhe zbatimin e rregullave të lundrimit. Gjatë patrullimit në zonën e quajtur Krorës, shërbimet e policisë kufitare konstatuan një mjet lundrues që ishte futur brenda perimetrit të sigurisë në zonën ku pushuesit po laheshin, duke rrezikuar jetën dhe sigurinë e tyre. Në përfundim të veprimeve administrative ndaj drejtuesit të mjetit lundrues, u vendos masë administrative në vlerën 500.000 lekë të rinj, si dhe u bë bllokimi mjetit lundrues. Policia e shtetit apelon ndaj përdoruesve të mjeteve lundruese dhe subjekteve që operojnë me to, të respektojnë parametrat e sigurisë dhe rregullat e lundrimit, duke mos hyrë në zonat e përcaktuara për pushuesit. Gjithashtu, në zonat ku ende nuk janë vendosur perimetrat e sigurisë, drejtuesit e mjeteve lundruese nuk duhet të afrohen në breg apo të kryejnë manovra hyrje-dalje në vende ku ka pushues, me qëllim shmangjen e çdo rreziku për jetën dhe sigurinë e tyre.